Çfarë përshtypje u larg aktiviteti sot? Ishte diçka shumë e bukur, është dita e mirësisë, dita ndërkombëtare, dhe mendoj që kur themi mirësia, neve mirësia është e rrumbullakët edhe aty brenda është dashuria, është respekti, është mirënjohja, është gjithçka. Edhe në këtë kam munguar, unë kam lexuar shumë libra edhe shikoj shumë vuajtje të këtyre iranianëve, mënyrat njerëzore që ata i kanë bërë këtyre iranianëve, edhe mendoj që ata kanë jetuar në një ferr, mund të them. Mi po këtu te kjo shoqat, nejat, ata kanë gjetur dashurinë, mirësinë dhe jetën e tyre. Të thuash jetë është pak. Ata kanë frymarrje, ata s'kishin frymarrje. Do me thënë, këtu mblidhen të gjitha, si thash edhe më parë, edhe gjithçka këtu fillon edhe mirësia këtu ngelet.